Përshëndetje të gjithëve. Në fakt kur shikon këtë sallë të mbushur plot, nxjerr konkluzionin që kjo nuk është e mbushur me njerëz, kjo është e mbushur me djers, kjo është e mbushur me përvojë, dhe kjo sallë është e mbushur me themelet e sigurimit dhe të sigurisë ushqimore. Bujqësia sot nuk është thjesht një sektor ekonomik, ajo është një shtyllë strategjike e zhvillimit të vendit. Ajo që konfirmohet është fakti që mbështetja e qeverisë për bujqësinë është rritur, jo vetëm në shifra, por në vizion, në buxhete më të mëdha, në skema mbështetëse më të strukturuara dhe mbi të gjitha në një qasje më pranë fermerit dhe biznesit privat. Universiteti Bujqësor i Tiranës për 3 vite me radhë ka zhvilluar skemën kombëtare të trajnimit në bujqësi, duke e parë këtë angazhim jo thjesht si një detyrë institucionale, por si një përgjegjësi të madhe kombëtare, jo si një projekt formal, por si një mision kombëtar. Gjatë këtyre viteve kemi trajnuar mbi 1400 fermerë nga gjithë Shqipëria, mbi 300 specialistë në gjithë sistemin e Ministrisë së Bujqësisë. Ja realizuar mbi 200 ditë trajnimi intensiv dhe janë mbikëqyrë dhe montiruar mbi 45 ferma model. Këto ferma nuk janë thjesht histori suksesi, por shkolla praktike ku dia shihet, provohet dhe jep rezultat, ku teknologji të reja testohen dhe përshtaten me kushtet reale të fermës. Këto ferma tregojnë qartë se ndryshimi është i mundur, që produktiviteti rritet kur puna mbështetet në dije, që cilësia përmirësohen kur respektohen standardet, se tregu fiton besim kur prodhimi është i kontrolluar dhe i gjurmueshëm. Rezultati të gjithë këtyre aktiviteteve është ky libër në formën e një manuali të praktikave më të mira në bujqësi dhe në blegtori, ku çdo specialist i bujqësisë ka tani mundësinë dhe shansin që ta përdorë në përditshmërinë e tyre në lidhje me standardet më të mira që përdoren. Bashkimi Evropian kërkon siguri ushqimore, respektim të mjedisit, standarde të qarta, dije, monitorim, efikasitet, inovacion, gjurmëshmëri nga ferma deri te konsumatori. Por të gjitha këto kërkojnë një ndryshim dhe reflektim nga të gjithë ne. Kërkojnë një reflektim dhe ndryshim për fermerin ton, nga përvoja intuitive tek dija e certifikuar, nga prodhimi për mbijetesë tek prodhimi për treg, nga praktika tradicionale tek standardet europiane. Kjo nismë nuk është fundi i rrugës, është vetëm fillimi i një epoke të re të bujqësisë shqiptare. Faleminderit për vëmendjen dhe ju uroj të gjithëve gëzuar festat dhe një vit sa më të mbar 2026.